Kur duhet që prindrit të kërkojnë patjetër ndihmë mjekësore dhe të mos presin që situata të përmirësohet vetë? Një fëmijë që është aktiv, ngjyra e lëkurës është roz, nuk ka vështirësi në frymarrje, që shprehet kjo me lëvizjen e plegrave të hundës, temperatura e trupit është normale, se siç e tham, prematurët kanë temperaturë më pak se 36 gradë Celsius, edhe kjo është diçka që duhet i drejtohemi mjekut. Dhe tregus tjetër është pesha. Nëse nuk shton mirë në pesh, duhet i drejtohemi mjekut. Gjithashtu, nënat një në 10 raste ndodh që mund të kalojnë depresion postpartum, pas lindjes. Kjo shoqërohet me pasiguri të nënës për të ushqyer fëmijën, me shenja të ankthit, deri dhe marrëdhënia e prindit, e mamës me fëmijën, bëhet shumë e vështirë dhe ndikon kjo pra në të gjithë gjendjen psikoemocionale të nënës, po indirekt dhe tek ecuria normale e fëmijës. Duhet parë pse kjo nën ka probleme të ankthit dhe të depresionit, me çrregullime të gjumit dhe nga ana tjetër kërkon mbështetjen jo vetëm të bashkëshortit, po edhe të gjithë familjes, një mbështetje psikoemocionale, pushteti vendor gjithashtu në rrethe ka institucionet përkatëse që merren me ndihmat, duke ndihmuar pra mamat në nevojë, me këshillim psikologjik dhe mbështetje psikoemocionale.